e akuzuan për blerje ndjekësisht. Reagon menaxherja e Eglit, tregon të vërtetën, ajo po ja kalon edhe gjestlit. Egli Tako pas rikthimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP humbi më shumë se 30.000 ndjekës deri në këto momente në rrjetet sociale. Ky fakt bëri bujë të madhe në media, duke u komentuar si një lëvizje tepër e gabuar e banores. Menaxherja e saj e rrjeteve sociale që nga sot ka reaguar ashpër duke treguar një herë mirë se Egli ka me miliona shikime në videot e publikuara. Kjo pasi menaxherja e Eglit u akuzua se pas rënies drastike të followersave për të mbuluar diellin me shosh, bëri disa blerje në sajte indiane duke shtuar faqe falso. E këto ndjekës fake u pan qartë zgjedhje në followersat e fundit, mirë po menaxherja e vërteton ndryshe duke shpërndar në Insta Story interaksionet e fansave duke shkruar si thani ka fake, por që janë këto miliona vallë, ka shkruar menaxherja, teksa komentues kanë thënë se këto kanë ardhur vetëm si pasojë e telenovelës që po bën ajo me ndjekësit. E duket se kjo është më e vërtet, pasi nga ky reality show një burim i pashteshëm diskutimesh duket se interesi për Eglin ka qenë në maj. E dy nga emrat më të përfolur, Egli Tako i Gjestit, duket se kanë qenë në qendër të vëmendjes. Këtë e ka ndarë dhe menaxherja e saj, duke thënë se Egli momentalisht mund ta fitojë Big Brotherin pasi është më e kërkuar se sa Gjesti. Ajo ka shpërndar një grafik që shfaq statistikat e kërkimeve në Shqipëri për 30 ditët e fundit, teksa tregon se interesi për Eglin ka njohur kulme të dukshme e në këto momente kyçe ka tejkaluar ndjeshëm atë të Gjestit, duke u shprehur se nëse finalja do të ishte sot, Egli është më e favorizuar dhe se kundërshtarët të mos e nënvlerësojnë. Komentet në postimin e fundit kanë qenë nga më të ndryshme, teksa shumica kanë qeshur jo vetëm me vetbesimin e Eglit, por edhe të menaxherës së saj.